Telegraph thotë se Donald Trump po mbjell aktualisht farat e një lufte tjetër për Ukrainën. I dërguari i tij Steve Witkoff, i cili do të jetë për të ndërmjetësuar mes palëve në Abu Dhabi për gjatë 2 ditëve në vijim, e ka bërë të qartë se qëndrimi kryesor dhe problematika kryesore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbetet pjesa e papushtuar nga Rusia e rajonit të Donetskut, një territor ky që arrin në 3700 kilometra katror pikërisht në këtë rajon, dhe Witkoff synon që Ukraina të pranojë dorëzimin e këtij territori ndaj Rusisë, pasi ky ka qenë një premtim që Trump i ka bërë Vladimir Putin në takimin e tyre në Gush në Alaska, por nga ana tjetër duket se diçka e tillë e cila është një prioritet për Amerikën, që i thot Kievit se në këtë mënyrë ne do t'japim garanci sigurie, do të ishte sipas kësaj analize të The Telegraph, jo vetëm në aspektin diplomatik, por edhe ushtarak, mundësia më e mirë për Vladimir Putin për të rinisur një tjetër luftë në Europën lindore, në Ukrainë, pasi dihet se territori i Donetskut është territori i fundit malor dhe kodrinor i vështirë për të luftuar për ushtrinë e Vladimir Putin, dhe me rënjen e të gjithë Donbasit, atëherë për Putin do të ishte shumë më lehtë të rikthehej një konflikti ushtarak pikërisht në Europën lindore.